mrekullueshëm! Ja ku po vinë hajdutët e papar! Ç'lloj dëshire mund t'i bëjtë gjitha këto, Arta? Këtë nuk ta them dot. Po ta tregosh dëshiren që ke, nuk t'u plotësohet. Më vjen keq, rregullat e ditëlindjes. Ha pra, një sekret nën e bi. Mami, lëre me kaq, të lutem. E po mirë. Pra, kemi disa mace për të kapur. Rregullat e dëshirës së ditëlindjes? Ç'do thot kjo? Do të thotë që nuk të tregoj dëshirën time. Ai s'do të na e tregoj sepse ka diçka koti, si krem zbutës për atë gjën që ka në fytyrë. Është e veçantë. Po ti kotele, çfarë dëshire ke? Nuk ta tregoj dot rregullat e dëshirës së ditëlindjes. Më bas se dëshira jote është diçka e marrësi. Je shumë Ky du t'jetë shtegu plot me lule. Hapu që andej, lule demonizuar. është koha e krasitjes. Hapu andej mu e çmendur. Faleminderit. Nuk kemi kohë për këtë. Pero, kujtoja se rruga jote duhet ishte e lehtë. E di, mendoj se thjesht duhet të ndaloni dhe të nuhasni trëndafilat. Seriozisht? Është si një budallallëk. Unë nuhas vetëm brot. Shiko. Mos unë citoni, merrni kohën që ju duhet dhe vlerësoni vërtet atë që keni përpara syve. Rruga e ti është kaq e mërzitshme. Gracias. Edhe qesharake. Dhe koti. Dhe e çuditshme si ai. Po, pse je një qenush kaq qesharak? Cila është historia jote? Historia ime? Dhe në fakt është histori shumë argëtuese. Kur isha këlysh, unë dhe të afërmit e mi jetonin me një familje plot nga trestarë që u pëlqente të luanin ku kafshetazi dhe unë isha gjithmonë ai që ngacmonin, si puna e vllait vogël. U përpoqën të më fustin në një ark paketimi, në një kosh plerash, pavarësisht sa shumë përpiqeshin, unë gjithmonë i gjeja. Kështu që një ditë, ata u bën aq krijues sa më futën në një çorape me një gur brenda dhe më hodhën në një lum. Hapa një vrim në çorape dhe në tova deri në sipërfaqe. Nuk i gjeta më kur, as ata, as të afërmit e mi, dhe siç e shihni, jam këtu. Wow, kjo është historia më qesharake dhe e trisht që kam dëgjuar ndonjëherë. E po, qesh mirë ai që qesh i fundit. U rrita në çorapen që ata më futën. Kështu, dola me një histori të mrekullueshme dhe një pulovër falas. Fitore nga djalët. Nuk e fituar. Meriton më shumë nga të gjithë të shprehësh dëshirën. E po, unë tashmë kam një pulovër të rahatshme dhe 2 miq të mirë. Kam gjithçka që dëshiroj. Nuk po duhet magjia. E adhurueshme. Po i afrohemi shumë tani. Unë has 2 mace, 1 qenë dhe kek. Ndashta janë ata idiotët që deshën të më vjedhni mua. Çfarë drejti po ndodh këtu? Shikoni, Excalibur! Nuk e hiqja do të shkëmbim, po përse i jam bukur apo jo? Ai po na afrohet! Në rregull, pak majtas. Po, kjo ishte shpejt! Kjo ishte me shpejt! Po e drejtimin e pianos, babi. Po, bajni copash! Në rregull. Nuk e pse të pa thuash 2 herë. Do e pres këtë trungun me 1 herë. Mos e hungry! Mati moqaj! Dis! Jo! Po, atë ndhirim artillerin e rënd. Më duket se kam marrë më shumë tjera se që duhet. Fakte magjike të firuaj më gota. Ha! E dura! Në rregull, karkaleci magjik, dil dhe fluturo dhe festo. Haj, ato lule të gjitha! Nuk jam një karkalec magjik.
Nuk jam as karkalec. Çfarë je ti? Ndonjë lloj insekti demonizuar? Zan vdekje prurse? Atëherë bëj ndonjë magji pylli. Unë nuk bëj magji. E po çfarë bën ti atëherë? Unë të gjykoj ty. Ulem tek shpatulla jote dhe gjykoj veprimet dhe cilësinë e karakterit tënd. Jam ndërgjegja jote. Po, sa pas kam marrë. Mundi mo, Jack! Nuk do ta ndihmosh atë, Jack, po humbet shumë njerëz. Nuk jam shumë i shqetësuar për fuqinë punëtore. Unë kam një çantë pafund me armë magjike. Këto dashuri do të ma plotsojnë ato dëshirë, edhe sikur i gjithë ekipi të ketë vdekur. Dëgjoj tani, Jack, si ndërgjegja jote, unë, për kokën time është Fenix e Fisnik. Ajo është simboli i rilindjes dhe përjetësisë. Goqa flakredhës, apo jo, Qa po qikoj pas kam punë vërtet me këtë djalosh. Su afroni atje ku po lëshoj flakët! Bëni punën tuaj lule të demonizuara. Se shpejti. Mirë Kotele, mendoj që e kuptova tani. Qetë, se do të bëhesh me hernje. Shikoj edhe një herë, kështu. Më beso. Po sigurisht që kam besim tek ti, edhe tek Maçoku, edhe pas syt. Ashtu, gabimi madh. Çfarë të thuash? Ju jeni miq të mi. A e di se çfarë të sill besimi? Një çorape, një gur dhe një lundrim në lum. E po duhet i besosh dikujt, apo jo? Unë ja. Sa herë kam ullur vigilencën, më kanë mashtruar, më kanë qertallur dhe tradhtuar. Kur më, tani unë veproj vetëm. Mbaj sekrete dhe i luaj kartat e mia me kujdes. Kështu arrim të kesh një dorë fituese, një këshill prej meje, mos i beso askujt.